Tani po ju lutem shihni vetëm pak këtë pamje për të dalluar se cila është diferenca, edhe pse në një lloj forme e themi në titull, nuk kemi si t'i shmangemi kësaj. Po kemi të bëjmë konkretisht me një bar sportiv i cili hapet vetëm për gratë. Një hap historik për komunitetin sportiv femëror në Mbretërinë e Bashkuar, që është hapur së fundmi duke ofruar një hapësirë ku sportistët dhe dashamirësit e sportit mund të shijojnë lojrat dhe aktivitetet sportive pa paragjykime apo presion shoqëror. Ky koncept i ri synon që të krijojë një ambient të rehatshëm dhe mikpritës ku gratë mund të ndjekin ndeshjet, të diskutojnë për sportet e tyre të preferuara dhe të krijojnë një komunitet mbështetës. Bari i vendosur në qendër të Londrës ofron ekrane të mëdha për transmetimin e ngjarjeve sportive kombëtare dhe ndërkombëtare. Nëse më ndihmoni me një pamje të plotë në mënyrë që të kemi mundësi të ndihemi pjesë e këtij bari hapur ekskluzivisht në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe në fakt është një hap i rëndësishëm për transmetimin e ngjarjeve sportive kombëtare dhe ndërkombëtare. Girls rule the world është një nga shprehjet. Vajzat janë të fuqishme me sa duket përmes gjitha shënimeve që vërehet të jenë në këtë bar të hapur në Mbretërinë e Bashkuar. Menaxherët e tij theksojnë se ideja lindi pas një periudhe ku shumë gra ndihen të jashtëzakonshme ose të nënvlerësuara në ambiente tradicionale sportive, ku shumica e klientëve janë meshkuj. Dhe është shprehur se ne donim të krijonim një vend ku gratë mund ndihen të fuqizuara dhe të gëzojnë pasionin e tyre për sportin në mënyrë të qetë dhe pa presion. Përveç transmetimeve live, bari organizon edhe debate sportive, tryeza tematike dhe aktivitete interaktive, duke promovuar pjesëmarrjen dhe ndërveprimin e grave në sport. Klientët mund të shijojnë gjithashtu ushqimin dhe pijen të cilat janë të shëndetshme, duke kombinuar shijimin e sportit me një përvojë sociale të rehatshme dhe as pak të sikletshme. Një shembull për të marrë ky, sepse besoj nuk ka vajzë që nuk e ndjen veten disi në siklet kur sheh sport. Për shembull, një nga gjërat që mua më bën shpeshherë të sikletosem, unë shoh vetëm ndeshjet e kombëtares, nuk jam njohëse e futbollit, po kur luan kombëtarja është tjetër gjë. Dhe një nga gjërat që mua më sikletos është që të gjithë shohin çuditshëm pse ndonjëherë mund të komentoj me zë pak më të lartë se zakonisht për një lëvizje e cila mund të acaroj. Mbase mund mos bëj sens në botën e futbollit, po bën sens në botën time, kështu që besoj do na duhet edhe këtu në Shqipëri një bar i tillë që do të shërbente vetëm për gratë.